I tha të gjitha, po emrat nuk i tha. Emrat nuk i tha, apo jo? I than italianët, emrat. I tha po vendimi gjykatës parë. U habita nga Zulumani që pati një lloj stepje në pranit gazetarëve për të mos thënë asnjë emër. Më përpara ne i kemi shpesh dëgjuar pasazhe, emra konkret, rrethana konkret, madje edhe përpara se të arrestoheshin. Por kësaj radhe jo. Nuk i tha, madje nuk thuan e disa emra tjerë për të cilat janë nxjerrë masa konkrete. Sepse nuk janë të gjithë aty. Po të shikosh vendimin atë që më ka përcjell kolegu dhe miku im, aty janë të gjitha. Kanë dalë a nuk e lexoj Dumani, po në njoftimin e palës edhe të Spakut, edhe të gjykatës Elani, nuk është se ishin. Po pra, por çfarë ishte kjo stepje, nuk e kuptova. E dyta, nuk u rakordua mirë, pra njoftimi për ekzekutimin e masave të dalë në muajin shkurt në Itali me masat që nxorëm ne në fillim të muajit maj. Pra, pse s'u rakorduan që në atë kohë, dhe këtu pati një stepje, nuk e pse... Mendojt që janë bërë gati që atëre... Futesh, po pra, nuk e pse futesh të më thënë dhe të justifikosh nga pikpame politike, ti e një organ ligjzbatus, thua këtë datë caktuam, e kishim të koordinuar me Eurojustin, me Gjermaninë, se edhe Gjermania ka qenë pjesë e kësaj, me Italinë dhe ne, patëm dhe ndihmën e mirë të DEA-s, që u përmend shumë pak, edhe autoriteteve në Amerikën Latine, se edhe ato kanë ndihmuar me mbështetjen e DEA-s, sepse DEA prandaj një funksion kryesor do ta themi dhe më vonë këtë ka, që një punë që Spaku me Ekuadorin e bën për 6 muaj, DEA ta mbaron në 2 minuta me një telefon dhe me një faks. Dhe ndoshta kjo ishte edhe arsye e reagimit sot ose e rinxjerrjes të atij njoftimi. Ka dhe një gjë tjetër, po do ta themi më pas se kush është arsyeja. Por që këto ishin dy gjëra që unë vura re, megjithatë operacionesh nga më të mirët në që kemi pasur ne deri sot. Ne duhet të japim përgjigje pse ky ishte grupi më i rrezikshëm, se grup që trafikon drogë. Shiko. Edhe në sasirat mëdha. Tani unë nuk di se si unë nuk di se si rankon prokuroria speciale. Sepse në raportin në tyre janë 16 organizata kriminale. 16. Dhe aty nuk ka një rankim në raport që thua kush është më i fuqishëm dhe kush është më pak i fuqishëm. Dhe ne kemi pasur gjatë gjithë kohës tonelata nga të gjitha këta që kanë qarkulluar nga Ekuadori në drejtim të... çekat e më me sa tonë. Dakor. Tani problemi është çfarë ju bllokove, sekuestrove, se ti nëse thua në 30 episode, këtyre ju kemi kapur 2 ton, do të thotë $250 milion. E fundit. E fundit, po mirë pra tonelata. Dhe ndërkohë, ti sekuestron vetëm $4.7 milion, që janë disa janë para dhe shumë pak. Dhe kjo nuk e bën atë një grup të fuqishëm. Më fal avokat. Kjo nuk e bën këtë një grup të fuqishëm. Pra, statistika, fuqia, volumi, jo, e bën bashkëpunëtorë të tjerë, sepse Italia në një llogaritë të thjeshtë e bëm 1.8 milion, duke llogaritur gramin e kokainës me çmimin e tregut, i bie afërsisht midis 240-250 milion vlera e ngarkesës fundit pse ata flasin. Ka një kontradikt shumë të madhe dhe me antimafien, ka një kontradikt të madhe dhe me antimafien italiane, e cila thotë, ne u nisëm nga kjo për të gjurmuar paranë dhe paranë e gjetëm në Shqipëri. Po jo, sepse nga 100 miliona euro, të gjesh 4 milion në Shqipëri, po të tjerat ku janë? Dhe të tjerat janë në grupe më të fuqishme, që ne nuk mundet do t'i themi, po janë grupe të Kalabris, nuk janë tonat. Janë grupe të Ndrangheta. Patjetër. Ashtu ndahet. Pra ne jemi grupe të vogla nën kontraktore, mos na hiperbolizojnë këta shumë, dhe grupe të fuqishme të Ekuadorit nuk jemi ne kemi vajtur prestanome aty. Ne jemi dora e 34. Maduro tha, po më hedhin nga pushteti. Jo, edhe ky rast tregoj që ne jemi nën kontraktor. Shumat e sekuestruara dhe të kapura janë shumë pak me lëvizjen e tonelatave. Nuk konvenjojnë të gjitha. Ndahen me italianët.